Me 82 vota kundër dhe 47 pro, Kuvendi rrëzoi kërkesën e prokurorisë së posaçme antikorrupsion për arrestimin e ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Zyrtarisht, socialistët e refuzuan kërkesën e SPAK, duke argumentuar se pas largimit nga posti qeveritar, për Balluku nuk qëndrojnë më pretendimet e SPAK-ut, ndërsa PD lexoi relacionin e saj pro. Pas leximit të dy raporteve, u hodh në votim kërkesa e SPAK, e cila u rrëzua me 79 votat e socialistëve, të cilave ju bashkuan edhe vota e 3 deputetëve të PSD-s. Ky moment u prit me kontestime nga opozita, teksa deputetët godisnin tavolinat në shenjë proteste. Në procesin e votimit ra në sy mungesa e deputetëve Elisa Spiropali, Fatmir Xhafaj dhe ministrit Blendi Gonxhe, ndërsa Zvet Balluku si ishte e pranishme në seancë. Vendimi shkaktoi reagime ndërkombëtare, duke përfshirë Bashkimin Evropian, Komisionin Evropian dhe ambasadat e huaja nga Britania deri në Holand. Nga ana tjetër, kryeministri Edi Rama u shpreh dakord me deklaratat e ndërkombëtarëve, duke theksuar se Kuvendi veproi si çdo parlament demokratik evropian.